presim disa momente për të lidhur edhe një herë me Enkeleda Memën, me sa duket kushtet meteorologjike kanë ndikuar në këtë komunikim të drejt për drejt me kolegen, ndërkohë që do të kem vetëm disa sekonda më pas një komunikim me Ardit Hoxhën, i cili në fakt do të raportoj nga selia e Partisë Demokratike, aty ku në herët e shkuara ka pasur grumbullime të mbështetësve, të demokratëve, me flamuj. Tashmë është bërë traditë, Zoti Berisha niset pikërisht nga godina e Partisë Demokratike për t'ju drejtuar sheshit përpara kryeministrisë edhe për të vijuar më tej protestën. Detajet do t'na jap Ardit Hoxha me konfirmimin e regjisë. Nuk e di nëse e kam Arditin gati apo do të presim edhe pak momente. Mirë, ashtu si që është parashikuar pra në orën 19, Partia Demokratike, aleatët e saj do të zhvillojnë protestën e radhës. Kemi ndjekur pak më parë prononcimin e zotit Berisha, i cili flet për rezistencë, duke i bërë thirrje gjithashtu të gjithë qytetarëve, të gjithë demokratëve që të vijojnë edhe të rezistojnë, të dalin, të protestojnë drejt kilometrit të fundit. Ky ka qenë në mënyrë të përmbledhur prononcimi i zotit Berisha, kreut Partisë Demokratike, në lidhje me protestën e ditës sotme, pra që siç e thash, do të zhvillohet në orën 19 përpara kryeministrisë. Mbetet për të parë nëse do të ketë një rrugtim, ashtu që ka ndodhur edhe më herët drejt institucioneve të tjera, do të ketë ndalesë apo jo përpara kuvendit të Shqipërisë. Gjithashtu do të kuptojmë diçka më shumë edhe përsa i përket masave të sigurisë. Me sa kuptova pas krave të koleges Enkeleda Memja, ditën e sotme nuk do të ketë një podium me shumë gjasa, nuk do të ketë gjithashtu edhe fjalime në këtë protestë pra të radhës Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Zhvillohet në kushte të papërshtatshme meteorologjike. Në këto momente po bie shi në Tiranë, ndërkohë që ashtu si edhe në protestat e shkuara, policia e shtetit ka ndërmarrë një sër masash për të garantuar sigurinë edhe mbarvajtjen e kësaj proteste që shpresojmë shumë të zhvillohet pa tensione, ndërkohë nga ana tjetër që në mesdit akset kryesore të kryeqytetit janë blokuar si pasojë pra e zhvillimit të kësaj proteste. Do të ketë një marshim apo jo nga sheshi përpara kryeministrisë, mbetet për të parë, gjithashtu nëse do të ketë një protest me tensione midis efektive të policisë edhe protestuesve.